Xenon apo LED? Kjo është pyetja që mas shpesh të e bojmë kur vjen puna për me ndru dritat e kerit. Në vazhdim kemi me bo një krahasim mes Xenonit edhe LED-it. Një fakt shumë interesant është se dritat e veturës ndikojnë shumë si në dukje ashtu edhe në siguri. Dritat Xenon përdorin gaz për me kriju ndryshim shumë të fortë, zakonisht në ngjyrë bardhë apo pak edhe blu. Kanë dritë që shkon shumë larg, shumë e mirë për rrugë të errta ose edhe në ndonjë udhëtim më të largët. Por kanë disa disavantazhe. Duhen disa sekonda me u ndez plotësisht për me marrë tamam ngjyrën dhe me kohë fillojnë me humb edhe ndryshimin. Zakonisht harxojnë pak më shumë se LED-at dhe ngrohen më shumë. Dalim tek dritat LED. Janë drita moderne që ndezen me njerë, pa pritje përkundër Xenonit. Janë shumë ekonomike, nuk nxehen shumë edhe kanë jetëgjatësi më të gjatë se Xenoni zakonisht. Anash këtyre, LED-i lejon dizajne më të bukura te veturat e reja, drita dite, forma të holla edhe ndryshim më të shpërndar në situata të errësuara. Disavantazhi është sepse kushton pak më shumë se Xenoni e nëse prishet dioda duhet me ndru komplet njësin. E ju tregomni në komente, në veturat e juja, a i keni Xenon apo LED, ose cila është zgjidhja e duhur për ju.